do ta quaja jubilim, po kjo është fatkeqësi me këtë që po ndodh në kuvendin e Kosovës, sidomos pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Duhet të them që lëvizja vendosje nuk e njeh kushtetutën e Kosovës, nuk i respekton vendimet e saj, e njeh vetëm egon dhe ta quajë dashurinë e madhe për pushtetin edhe për kapjen e institucioneve demokratike të Republikës së Kosovës. Kjo është e papërgjithshme, është e pafalshme. Ne duhet të gjejmë rrugë demokratike që dalim nga kjo situatë, shihet që nuk ka vullnet formën që e imponon kushtetuta dhe legjislacioni i fuqi rregullore e punës së kuvendit. Tashmë ardha 14 e deputetëve këtu pa ndonjë rezultat tregon që uzurpatori i kësaj ndërtese që kanë përballë është dëshira edhe është vullneti vetëm i tij që të qëndrojë në ndërtesë. Çfarë mjete demokratike keni në dorë? E pam herën e kaluar një tentim proteste në një farë forme. A do të vazhdoj tutje si e tillë apo keni diskutuar diçka në parti çfarë mund të bëni? Duhet të diskutohet në kuadër nga qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse kjo ngjarje që 5 muaj Kosova është duke humbur shumë, mos flasim për varfërinë shkurtë, vetëm një ditë që i ka kaluar që ta ato për masat që duhet jenë përballueshme për gjetjen e qytetarëve të Republikës së Kosovës, e mos flasim më përfundet për krimin që ndodh në sektorin e energjisë e shumë gjëra të tjera. A do të bëni sërish në kushtetuese për të sqaruar pjesët që janë? Unë thash ne duhet përdorim gjitha instrumentet demokratike që mos ta nashkalojmë edhe forma tjera që ndikojnë ose imponojnë nivelin demokratik të lëvizjeve vendosje që të largohet nga ky ngjarje ose të krijojë mundësinë e krijimit të institucioneve të Kosovës, ku po shihet që pikëpari duhet të zgjedhja kryetarët e kuvendit, instruimi i kuvendit edhe të kalohet atëherë të zgjedhja e qeverisë nëse ka vullnet.